Pse miliarderëve rus u janë bllokuar parat në mbar botën? E përsëris, pse miliarderëve rus u janë bllokuar parat në mbar botën? A nuk tham që jetojmë në një demokraci? Pse duhet të bllokohen parat? Për çfarë arsye? Teksa po marr pak ajër të pastër, po mendoja, kush është arsyeja që pse duhet të bllokohen parat kur një njeri ka biznese, për shembull, në qoftë se ju do të kishit biznese në Amerikë dhe pagoni taksa, bëni çdo gjë normale. Ndodh një luftë mes Amerikës dhe dikujt tjetër dhe ti që je një biznesmen që s'ke lidhje fare me luftën, të bllokojnë paratë tua ku ti ke punuar me djers, ke derdhur djers për të punuar, sepse dëgjoj, ndonjëri nga ju do mendoj që po mirë, këta para kanë, ç'lidhje ka? Po sigurt ja u marrin juve parat, po sigurt mi marrin mua. Pra, kjo është një pyetje tepër e rëndësishme. Shikoni, kush është tu rastisht dhe nuk e ka bërë ende like faqes, do t'i lutem të bëj like faqes, shihemi sërish, sepse këto janë diskutime mjaft të rëndësishme që përveç se informohemi, por do kuptojmë dhe në çfarë bote jetojmë dhe për më tepër si do të sillemi nesër. Gjatë momenteve që nuk kishte ndodhur asnjë përplasje me Rusin, çdo gjë ishte normale. Por sa po u hap lufta me Ukrainën, ndodhen këto probleme. Vetëm në Itali janë miliarda euro të bllokuara të biznesmenëve rus. Tani pyetja është pse? Një nga miliarderët më të mëdhenj rus, që është Uzmanov vetëm në Itali ka rreth 4 miliard të bllokuara. Por ka një problem, sepse ato para janë të bllokuara, por nuk jam marrin dot, sepse duhet të bësh një gjyq. Dhe përse do ta akuzojnë miliarderin që ka bërë? Çfarë ka bërë ai që ta akuzojnë? Për çfarë arsye? E megjithatë, parat mbahen peng. Pse? Shikoni. Unë do t'ju them versionin tim, se çfarë mendoj unë, pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Çfarë mendimi keni ju? Unë mendoj që viti 2050 po vjen dhe nuk është asgjë gati. Dhe për të qenë gati, duhet dikush të sakrifikohet. Dhe ose ta sakrifikojnë dikë. Dhe në qoftë se keni vënë re, ajo fjala e famshme e Trumpit përpara kur ishte në administratën e parë, pra kur u bë për herë të parë president, që tha që unë do luftoj derisa të jem gjallë deep state-in, duket sikur qëngër reale. Pse? Sepse po t'i vini re, së pari njerë që Trumpi, kur ishte në 4 vjetët e para, sa po u fut në parlament, pra në Washington, ai filloi që të ndryshonte disa gjëra. Por shumë shpejt i ndaloi shumë prej tyre. A e dini këtë apo jo? Pse i ndaloi? Pra ato që kishte premtuar ai gjatë fushatës elektorale, disa prej atyre pikave i ndaloi. Dhe ishin pikat më të rëndësishme. Nuk po i përsëristu se kush janë, shikojeni dhe kërkojeni dhe ju, por ishin kaq thelbësore sa që mund t'i merrni dhe jetën. E dëgjuat mirë. Ndaj dhe sepse njihe kjo që mund t'i merrni jetën, deep state, dhe kush janë këta deep state, do t'a themi pas pak. Dhe me qenë se kjo u bë famshme, kjo teori, atëre ai në zgjedhjet e më vonshme bëri sajoj gjoja që e qëlluan. Tani, pra Trumpi, pse kjo? I duhej për shumë arsye. E para një që unë mendoj që për mendimin tim ai mund të ketë edhe një dakordsi me dikë. Sepse ata që vendosin, pra ata që me të vërtet janë pas këtyre lëvizjeve të mëdha, vendosin çdo gjë dhe ata që vendosin në një mënyrë apo në një tjetër të largojnë. Dhe ti je i detyruar që të largohesh për shumë arsye, sepse mund të bëjnë që ti mos fitosh. Kështu që kjo më bën të mendoj që Trumpi herën e dytë ndoshta ra dakord me ta dhe fitoi zgjedhjet. Sepse nuk është kush voton, por kush i numëron votat. E dini këta, po jo? Motoja e politikanëve. Dhe po thosha,
Kjo më bën të mendoj që ai deep state-in nuk po e lufton. Sepse nuk mundet. Ose po e lufton me letrat e tyre. Kur kanë dalë, për shembull, dalin që të përplasen, por ata i thonë që do bësh këtë dhe këtë, pra me letrat e tyre. Tani pse po e them këtë? Sepse ishte menduar më përpara për atë rendin e ri botëror të Rusisë. Pra, jo vetëm Rusia, por Afrika, Rusia, Brazili, India, Kina, bën një rend të ri botëror, si që kemi thënë, para një viti. Dhe ky i quajtur BRICS. Dhe ky BRICS-i u formua për të luftuar pikërisht pra deep state-in. Po. Dhe ata ishin të informuar për deep state-in, të deep state-it, dhe doni që ta rënoni sa më shumë, sepse rënimi i Rusisë filloi që nga vitet 80. Dal nga dal hoqën Jugoslavinë, hoqën Republikën Çeke, hoqën Hungarinë etj, sepse ishin të gjitha slave këto zonat dhe i ndan që Rusia mos kishte forcë. Dhe dal nga dal edhe Krimen etj, të gjitha ato zonat, andaj Lituania, Letonia dhe pastaj erdhën këtej tek Ukraina. Pse kjo? Dhe pse ngërdheshen kaq shumë, sipas mendimit tim përsëris? Sepse viti 2050 siç thash po afron dhe çdo gjë duhet të jetë gati. Pra nuk duhet të ketë forcën pushtetin një vend vendet të ndryshme, por duhet të jetë një i vetëm. Pushteti është i vetëm i njëjti, i një njeriu, sepse të bën të mendosh kjo që është i një njeriu, sepse po merr çdo gjë. Po mbledh që të gjitha gjërat, po mbledh gjitha parat, gjitha shoqëritë, të gjitha, çdo gjë. Do mbledh dhe shtetet, do bëhet një shtet i vetëm, një politikë vetme, një monedhë vetme, një damk e vetme. Dhe i gjitha do manovrohet nga një sistem kompjuterik i inteligjencës artificiale direkt nga një vend i vetëm. Nga një vend i vetëm. Sikur të jetë një telefon i vetëm, nga aty do bëhet çdo gjë. Këto nuk janë fantazi, vëllezër e motra. Nuk janë as pak fantazi. Por për fat keq më duket se janë të vërteta. Unë e them si teori konspirative, por çdo gjë po shkon atje. Tani e filluam me të pasurit e Rusisë dhe dua ta mbyll këtu. Unë po e përsëris edhe një herë. Pse sot në vitin 2025, kur kemi më shumë se 80 vjet, mos themi dhe më shumë, edhe 100 vjet që po jetojmë, le të themi në një forum paqeje, dhe secili dhe kemi vënë rregulla dhe ligje që të jetojmë në bashkësi, të jetojmë mirë dhe secili të ketë të drejta të barabarta. Dhe si është e mundur, ku janë këto të drejta të barabarta, kur unë jam një biznesmen, si për shembull Uzmanov, është një biznesmen, ka punuar në Itali, në Amerika, apo ku ta di unë, dhe këta i bllokojnë parat sepse në Rusi bëhet luftë. Janë dy gjëra. Një, sepse të ardhurat financiare, kur ti e kërkon që të dëmtosh një shtet, ti e dëmton fillimisht me të ardhurat financiare, pra ekonomikisht, pastaj politikisht. Dhe politikisht nuk mundet sepse Rusia ka një forcë të madhe, qoftë të armatimeve, qoftë dhe të miqve që ka, duke filluar nga Kim Jong ose nga Kina e ku ta di unë. Dhe nuk është vetëm. Kështu që duke mos e mundur ta luftosh vetëm, e lufton në mënyrë ekonomike. Pra kërkon që i vë taksa, siç e bëri mjeshtri tani, i vë taksa, qoftë Evropës, po qoftë edhe Rusisë, i vë bllokon llogarit bankare të oligarkëve të mëdhenj, pra të pasurit të mëdhenj, që mos të futen ato para, etj. Pra, ky sepse duhet që ta rënojnë dal nga dal që t'i bie pushteti, sepse viti 2050 si thash po vjen dhe kontrolli do t'jetë
i vetëm njërit. Thjesht për informacion, tani mund t'jenë dhe fantazira këto, ndaj dhe unë do të dëshiroj një komentin tuaj. Pres komentet tuaja. Kalofshi një fundjavë të këndshme.